Faleminderit. Ulsi u bëri paraqitjen në terma strikt juridik. Unë duhet bëj anën tjetër të medaljes në terma logjik dhe politik. U tha këtu nga Taulanti edhe nga Ulsiu, mos gabohem, po edhe kam dëgjuar nga të tjerë që ka një boshllëk. Unë mendoj që boshllëku është në trut e atyre që nuk i dhanë drejtim bazuar në frymën e kushtetutës dhe bazuar në modelin demokratik të ndarjes pushteteve, jo në të gjithë Europën, por në të gjithë planetin. Dhe natyrisht, kur them boshllëku në trut atyre që nuk i dhanë drejtim, kam parasysh jo personat veçantë, po kam parasysh kulturën e dobët demokratike dhe të shtetit ligjor që ka Shqipëria për shkak të traditës vet. Sepse nuk është nevoja të jetë çdo gjë e shkruar në gërmën e ligjit, nëse në frymën dhe në gërmën e kushtetutës janë të qarta orientimet për të gjithë ata që jetojnë nën atë kushtetutë. Dhe faktikisht ajo që e bën skandalos, të pa justifikueshëm dhe të pa pranueshëm pezullimin nga një prokuror dhe një gjykatës në një seancë paraprake, pa filluar akoma as gjyqi për një antar të kabinetit qeveritar, është fakti se pezullimi nuk cënon personin, i cili prezumohet që është në një proces hetimi. Pezullimi cënon funksionin. Dhe të gjitha ato funksione që solli në vëmendjen tuaj kryetari i Komisionit Ligjeve si pjesë e këtij grupi nismëtar për këtë ndryshim, janë funksione të cilat nuk ushtrohen dot pa personin. Pra në momentin kur pezullohet një ministër, nuk pezullohet thjesht vajtja në punë e një individi, pezullohet puna e një institucioni. Mjafton t'ju sjell këtu një nga momentet që pasojnë, që ajo ministri nuk ka më kapacitet të propozoj asgjë në Këshillin e Ministrave, sepse nuk përfaqësohet nga personi i ngarkuar si përfaqësues i vullnetit kushtetues. Kaq duhet mjaftonte për ta mbyllur këtë debat absurd dhe për të mos u hedhur 100 veta pas një budallaji që hedh një gur në lum. Por ja që nuk ndodhi kjo. Nuk mjaftoi fakti që nuk ekziston asnjë rast i vetëm në Europë, në historinë e demokracisë, një i vetëm, ku t'jetë pezulluar një antar i qeverisë nga një prokuror dhe një gjykatës. Nuk mjaftoi fakti që nuk ka ndodhur asnjëherë një i vetëm rast, dhe e them këtë me përgjegjësi të plot, sepse i kemi parë rreth e rrotull globit të sistemeve dhe vendeve demokratike, që t'jetë pezulluar një antar kabineti për t'i dhënë drejtim këtij procesi. Por në vend se të merret një vendim i bazuar në arsyen kushtetuese, merret një vendim i bazuar në arsyet politike dhe në nevojat e brendshme të njërit e tjetrit për të mbajtur ekuilibra politik. Dhe këtu duhet theksoj diçka që nuk është thjesht në Shqipëri, është edhe në vende më të zhvilluara se Shqipëria, që ne kemi antarë të gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë që nuk kanë dhënë kur një vendim të vetëm që të jetë një vendim në anën e qeverisë.
Tani, vim tek mosvendimi. Çfarë bën mosvendimi? Mosvendimi bën që çdo njëra nga ato figura që u përmendën në relacion të jetë vulnerabël ndaj pezullimit. Dhe nga ana tjetër që kufiri ndarës midis pushteteve të jetë si ato gardet me një vrim ku hyn e dalin qend dhe mint. Këtë bën kjo. Dhe ne këtë nuk mund ta lejojmë. Shumë e thjeshtë. Dhe kjo nuk ka lidhje fare me asnjë cënim të drejtave që jep pushteti gjyqësor pavarësia që i kemi dhënë ne me vullnetin ton të lirë dhe të pa diskutueshëm pas 100 vjetësh. Dhe që patjetër vazhdojmë ta garantojmë ne dhe do vazhdojmë ta garantojmë deri kur të bëhet një pavarësi e pakthyeshme nga askush. Dhe vendosja e këtij kufiri është shumë e rëndësishme për të përcaktuar edhe një ndarje tjetër që e vëre me keqardhje nuk ekziston në mendjen e shumë kujt. Po pse vetëm pushteti gjyqësor është i pavarur në Shqipëri? Të tjerët janë të gjithë të varur nga pushteti gjyqësor? Jo, kushtetuta e thot ndryshe. Kushtetuta thot ka 3 pushtete të pavarura. Që do thot përveç gjyqësorit është edhe legislativi, edhe ekzekutivi. Tani, për çfarë jemi të pavarur ne në raport me gjyqësorin? Dhe ku gjyqësori nuk duhet ta imagjinoj se mund të hyjë në territorin ton. Kur them ton, kam parasysh ne sot, të tjerët nesër mbas nesh, por kam parasysh pushtetin legislativ dhe pushtetin ekzekutiv që buron nga i pari, por që është i pavarur edhe ky nga i pari. Ne jemi të pavarur në të drejtën për të marrë vendime. Vendimet tona janë sovrane dhe nuk ka prokuror dhe nuk ka gjykatës që t'i vërin diskutim dot. Për sa kohë janë vendime të cilat nuk burojnë nga qëllime të pashpallura. Dhe ai